Specialistët për rretimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë një shtetas 58 vjeç si dhe një 27 vjeç e po ashtu një 23 vjeçar, banues në Vlorë, pasi në datën 22 dhjetor 2025, në vendin e quajtur rreth rrotullimi i Nartës, ku këta shtetas ushtronin aktivitetin e shitjes së automjeteve dhe lavazhos, gjatë kontrolleve të strukturave të Bashkisë së Vlorës me fokus lirimin e hapësirave publike, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj drejtorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Vlorës, shtetasit 33 vjeçar. Menjëherë pas konstatimit të sulmit fizik, punojësit e policisë së qarkullimit rrugor kanë ndërhyrë për ndërprerjen e veprimeve të palishme, por këta shtetas kanë vijuar dhunën fizike edhe ndaj punojësve të policisë, duke u shkaktuar dëmtime trupore. Gjatë kësaj kohe njëri prej punojësve të policisë ka qelluar në ajër me armën e shërbimit me qëllim zbrapsjen e sulmit nga 3 autorët pa shkaktuar lëndime. Punojësit e policisë aktualisht ndodhen ende të shtruar në Spitalin Rajonal të Vlorës jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Imarës referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi në datën 22 dhjetor 2025 në Borsh një shtetas 44 vjeç banues në fshatin Borsh, gjatë kohës që ishte duke kryer punime me skrep në kantierin e një firme private në pronësi të vllajt të tij, aksidentalisht i ka rënë një gur nga kova në kabinën e skrepit duke dëmtuar në këmbë. Ky shtetas u transportua në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Sarandë referuan materialet në prokurori dhe arrestuan një shtetas 19 vjeç banues të Sarandë, pasi në lagjen numër 3 Sarandë ka drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë nisi procedim penal për një shtetas të mitur 15 vjeç, pasi në datën 22 dhjetor 2025, në vendin e quajtur Lukov, duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një automjet me drejtues një shtetas 52 vjeç, banues në Sarandë. Si pasojë e aksidentit, i mituri ka mbetur i dëmtuar dhe ndodhet në Spitalin e Traumës jashtë rrezikut për jetën. Materialet për gjitha rastet tashmë janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme procedurale.